kalamajt gjinofi madhë. Ata do e marrin gjinofin të pagujt para Zotit. Unë i problemin e kam këne, ke fëmijët tonë që kena në përgjithësi, ju me kujdes të madhë. Shifte bashkëshortin imin, se kishte 2 vajzën edhe djalin. Po ma shumë merrem i vajzën kur fillon të rritën, marrin edhe moshën e pjekurisë, ati si u rrejnë nga vëllezër. Të i kontrollu kështu me imësi vajzën. E kupton? Kur është faza e pjekurisë, kur nuk është, si është, si s'është, kur duhet martu, kur s'duhet martu. Është nëna shmejtë, s'ka nevojë mund të diskutojmë shkollë. Është ajo, tamam, e ka beku Zotit. Është doktoresh, është mami, është çka thënë 1 milion punë, i kërën ajo nanave. Nuk janë të burit, po janë të grus. Edhe të lajmë diçka për mbrapa. Unë e parë një su fjallë në Zotit që në largohë, të në fëmijëve tonë. Edukatën e mirë, që të pohën rrë. Ta di që e të lajmë për mbrapa. E kanë përët të njëri unë të ka vdek filoni, jo s'ka vdek thot sepse ka lënë rrët hajrit për mbrapa. Edhe i robi hajrit për mbrapa për lutje për të s'ka gjë ma të mirë se ke lënë ma. Sa i fëmije i hajrit. Shto i shodha, merri masa, shifni. Shkollat e shifni se që bëjnë të qafirët me atë atimin e ligjeve, edhe shumë shpejt kanë rrëtë qonë e shkolla, atje. Dhe që bëjmë ta mamë si në kohën e komunizme. Në bazi metodë mashtruse, e bëshin një shkollë ma dek atje. E filan shkollë, thote, ka dalë, edhe thonë nësë besojmë Zotin, e në do shemshin gjamijetë, do diqin do 2000 gravet edhe burëve për kushët, do hiqin do qineshet e bardha, do hiqin do diqin pazarit. Bëshin një 4-5 vetat, shemull, edhe atje, si e si një shkollë, ja, thot, ne i kështu, thot, si mi asa ne, as ne i, unë jam gej, ti e kështu, ti e ashtu, të emna, edhe me shkatru shëqnin edhe familje. Me një dhe thash, se cili kujdeset për vetën e vetë, për fëmijët e vetë, pra, ju t'i mësoni këtu i 100 gjana, edhe mundësisht t'i përgënjështroni gjanat që mësojnë atë atje. Kanë shpikë dhe disa loj festash, te e për të rëzikshme. Ta mamë metoda komunizme. Kanë lexuar atëherë mbi 25 festa, kohën e komunizmit, edhe kërkun nuk përmenej festa e Bajramit. Shisi ta shkrenda dhe identitetin. Pra 2 baramulletjet që kishin besimtarët që besojnë Zotin, ato i kishte fshin në listë. E fillojshin, me vitri, me krishtinë, budallë, që plot, Halloween e shkullur shejtanë, terra, nuk e di. Por dhe puna, festën e baramulletjet i kishte fshin nga kalendarjet. Edhe këto e shkatërën. Këto ditlindit dhe gjona, këta e në matë rëzikshme me të ndryshohë sakat gjinin. Ka nevojë me festohu. Dita me e mire festës për ty dhe për mu, është qërë kejtë posë. E me dhe ditë në pajgjinofën, me adhurim, me namaz, me ne sadaka, me ne vepër mirë, po. Kjo është festë. Festohi për ti. Në rujtë Zotin ne, edhe fëmijët e tonë në shohë.